Rreshjet e dendura të shiut që përfshin Gjakovën me 27 kurrik shkaktuan vërshime në disa lagje të qytetit, duke lënë pas dëme të konsiderueshme materiale. Njëra nga zonat e prekura ishte lagja Brekoc, ku uji depërtoi në shtëpi, duke dëmtuar dhe duke vështirësuar jetën e banorëve. Ekipi i televizionit Syri qëndroi në këtë lagje, ku vizitoi familjen Rajaj. I zoti i shtëpisë Nue Rajaj tregon se vërshimet kanë shkaktuar dëme të mëdha në pronën e tij. Ka bërë shumë dëme, do me thonë makinat e lamjes Teshau i ka prish. E kom në zemin këtu qendrore, edhe aty është mush me ujë. Ato dëmet më të mëdha të mojan që të 2 sene. Do me thonë, po mjaft për roba për këtë gjana s'po flasim, vetëm edhe plus muret ashtë, muret janë mush me ujë. 6 dyrë janë prish ashtë se u ka hi ujë mrena. Mjaftojnë atë dëmet që na kanë shkaktuar mjaft. Banorët kërkojnë që institucionet kompetente të ndërmarrin masa konkrete për të parandaluar përsëritjen e situatave të tilla, pasi sipas tyre, vërshimet po shkaktojnë dëme të vazhdueshme sa herë që ka rreshje intensive. Kjo është vazhdimisht vazhduhet që kjo ngjarje këtu te naja. Vazhdimisht. Ata s'kan ndërmarrë asgjë. Po them mas pakti 10 vjet është kjo e njëjti problem. Edhe kësa here, rreshjet intensive nxorën në pah problemet me infrastrukturën në këtë pjesë të qytetit. Banorët thonë se presin veprime konkrete nga institucionet, në mënyrë që vërshimet të mos kthehen në një problem të përsëritur sa herë që bie shi.